Vijojnë hetimet për zbardhjen e grabitjes së ndodhur në një argjendari në Paskuqan, specialistët e komisariatit numër 5 në Kamës kanë analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, nga ku kanë dalë detaje të reja mbi lëvizjet e autorëve. Sipas burimeve hetimore, dy grabitësit e maskuar kanë ndjekur të njëjtin itinerar si para ashtu dhe pas kryerjes së grabitjes, duke lëvizur nëpër rrugicat periferike të Kamzës dhe duke shmangur akset kryesore në një përpjekje për të mos u identifikuar. Pamjet filmike tregojnë se autorët kanë hyrë në argjendari të vendosur dhe kanë marrë vetëm sende floriri, duke lënë pas bizhuteri të tjera. Vlera e sendeve të grabitura llogaritet të jetë mbi 1.5 milion lekë të rinj. Grupi hetimor dyshon se autorët e njihnin mirë zonën dhe mënyrën e funksionimit të biznesit. Një nga pistat që po verifikohet është mundësia që njëri prej tyre të ketë hyrë më herët në argjendari si klient për të siguruar informacion mbi vendodhjen e bizhuterive me vlerë. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu nëse dy autorët kanë pasur bashkëpunëtorë të tjerë të cilët mund t'i kenë ndihmuar në planifikimin ose largimin pas grabitjes. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se autorët e grabitjes në Paskuqan nuk janë të njëjtët persona që kryen grabitjen në një argjendarie tjetër në Kamës më 16 maj. Këta të fundit janë identifikuar dhe arrestuar më herët nga policia, ndërkohë hetimet vijojnë me analizimin e provave të mbledhura dhe pamjeve filmike me synim identifikimin dhe arrestimin e autorëve të grabitjes në Paskuqan.